Në asnjë vend të botës nuk bëhen këto, më ftoi mua si, ku edhe ndasin ku të shkosh do të cilë i ftesë. Këto e pas kanë caktuar në bordin e 5, 4 janë ata, dhe ky 5, ky kokë e madhe dhe vika pa ftesë. Po pra, po ndërkohë në faqen e Shtëpisë së Bardhë, në listën e emrave, Edi Rama nuk figuronte. Po patjetër, unë po ja u them edhe një herë. Kush e ka marrë në telefon? Ai nuk tregonte kush ka marrë në telefon. Kush e njoftoi, duhet njeriu, duhet thotë se kush mjaftoi. Po jo falenderoj, edhe unë jo pa qëllim thash, ka si punë aty në firmave që thotë fap, bëj firma, po nuk e di si çfarë vendimi është. Tony Blair ka atë pjesën e vet të punës vet për të bërë njoftimet dhe në këtë kohë ka njoftuar Rama, po jemi të sigurt në 100% që Rama nuk ka ftesë. Rama nuk është i listuar. Kjo është dëshira e Tony Blair. Është e njëjta histori siç ndodhi në takimin e NATO-s, ku shefi i NATO-s mori vendet e Ballkanit për të takuar me Trumpin dhe Trumpi dikush e njoftoi dhe Rama ka hik me vrap në këtë takim. Nuk e takoi Rama fare. Ishte mbledhja ku Shqipëria u caktua vendi që do organizonte mbledhjen e radhës së NATO-s në 2007. Dhe Trumpi prezent aty nuk e takoi. Pra, kryetarin e qeverisë, i cili do bëj takimin e NATO-s, nuk e takoi Trumpi, aty e kishte. Po e përzuri. Dhe Rama tashmë po lum këtë lloj loje. Po unë e kam thënë, nuk pranon Amerika dështim, nuk pranon Amerika të fyejë një popull të tërë i cili ka sytë Amerika. Ju ka rikthyer besimin tek Spaku se është poveria dhe dea tek Spaku. Dhe po presin orë çast që ky njeri të zhduket se ka krijuar mafia në shtet. Dhe ky njeri na ul në tavolinë me Trumpin. Kjo është skandaloze. Kjo është që ta bësh gjithë popullin shqiptar për thënë ta bësh kundër. Për çfarë për Rama? Ai për ai gjithë aty populli ati e mori peng Maduro. Ai nxori atë shenjë, nxori non grata që s'ishte asgjë. Nxori non grata pse? Se ishte lidhur me kartelën Sinaloa dhe kur e nxori non grata, atë nxori fotografi me Ramën në zyrë të Ramës. Po si mundet? Atëherë s'çekimi asgjë. Por geopolitika dhe strategjia do që në këtë bord të jenë shumë vende të tjera. Arabia, po pse çaj je në superfuqi që e ti në krye të vendit. Dhe ky nuk e sqaron, që thot ka një ftesë për këtë punë të mlidhen shumë vende, se atje është OKB-ja. Po ja them jam fondet e OKB-s. Nuk jam fondet personale të një njeriu. Që ai njeri pastaj mund të zgjidhë këtë dojë. Jam fondet e OKB-s. Si? Akoma nuk ka marrë formë. Ka dërguar shteteve të tjera ftesë të tillë. Rama nuk e thot këtë. Nuk e thot Rama këtë. Zoti Merkoçi, Zoti Merkoçi, për të qenë korrekt do të lexojmë edhe pjesën e njoftimit të Shtëpisë së Bardhë, e cila bën të ditur se në kryesimin e presidentit Donald Trump është formuar një bord ekzekutiv themelues i përbërë nga udhëheqës me përvojë në diplomaci dhe zhvillim, infrastrukturë dhe strategji ekonomike. Antarët e emëruar thot janë sekretari Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan, Ayau Banga, Robert Gabriel. Ndërsa më pas, në mbështetje të zyrës së përfaqësuesit lartë, po krijohet një bord ekzekutiv për gazën. Bordi do të ndihmojë në mbështetjen e qeverisjes efektive dhe ofrimin e shërbimeve më të mira që çojnë përpara paqen, stabilitetin dhe prosperitetin për popullin e Gazës. Antarët e emëruar janë Steve Witkoff, Jared Kushner, ministri Hakan Fidan, pra ministri i jashtëm turk. Ja. Ali
Ali Al-Thawadi, generali Hasan Rashad, Tony Blair, Mark Rowan, ministrja Rem Al-Hashimi, Nikolaj Mlavedov, Jakir Gabaj, Sigrid Kag. Ndërkohë emri i Edi Ramës në këtë listë nuk figuron. Por ka një shënim në fund të njoftimit të Shtëpisë Bardh që thotë antarët shtesë të bordit ekzekutiv dhe të bordit ekzekutiv të Gazës do të njoftohen gjatë javëve të ardhshme. Mos ndoshta është kjo listë shtesë? Pra, kjo që ju thash. Që bordi nuk është me 3 vetë, me 5 vetë. Ati do ketë një bord shumë madh. Gjithë përfshirës, dhe ky bord gjithë përfshirës ka shumë vende të tjera të cilët do merren për koperturë theri. Sepse dihet që bordi drejton pjesa tjetër është koperturë. Dhe në këto koperturë ata duan disa fonde të tjera të thashë geopolitike, geostrategjike kjo. I ka të dyja brenda. Pra do një shtrirje globale, sepse është OKB-s, thashë dhe fondet janë të OKB-s. Dakor? Dhe kjo është një iniciativë e Donald Trump. Nuk është e një tjetër. Ai tashmë po bën këtë lloj dhe do ta paraqisin në OKB. Por nuk mund ta paraqisin me 5 vetë, do ta paraqisin me 50 shtete. Se janë shtete të cilat do ngrenë kartonin në OKB për fondet që do merren për gazën. Dhe këtu do shohim sepse thash, në fillim shihet legitimiteti. Duhet bërë një legjitime, pastaj duhet vazhdojmë pjesa tjetër. Atëherë, unë po të siguroj që mund të ketë edhe shumë vende të tjera të cilët nuk pranojnë të jenë pjesë e kësaj. Sepse kanë politika të ndryshme. Dhe Rama në asnjë moment nuk është, prandaj unë e kam quajtur domethënë loja e Tony Blairit me Rama. Pra, Tony Blair ka ata të tjerët, është si puna asaj filmi që shkonte ai dhe thoshte kam qenë televizion, kam bërë film ku e ke emrin e kam ka ata të tjerë. E kupton? Ata të tjerë janë mirë. Pra, ka ata të tjerë, Tony Blair mund të fosi këtë të dojë. Mund njoftoj këtë të dojë. Dhe në këtë prizmë ai ka luajtur lojën me Rama. Kaq të thjeshtë. Do me thënë Edi Rama mban çantat e Tony Blairit. Poj, as çantën nuk e takon Tony Blair fare në këto momente. Jeni të bindur, Rama është i kontrolluar, Rama nuk flet dot në telefon, unë ju thash, ka dërguar një person tjetër në Amerikë, tashmë ndodhet në Amerikë, ka 2-3 ditë që ka vajt në Amerikë, pikërisht për të bërë takime me Sorosin, me Kabanin, me Tony Blairin, me Drejtin Shetan, për të treguar situatën e tij politike ku ndodhet, edhe juridike. Jeni të bindur. Sepse ai aksioni mbrëm që nuk ishte i pakët. Se ishin të gjithë, edhe ndërkombëtarët ishin në atë aksion. Kishin ardhur prokuror nga Italia, nga Gjermania, nga ishin. Që u bën myslimshir mbrëm. Pse ju mendoni se zbarkimi i Spakut dhe i BKH-s në Kullën në mes të bllokut, pra konkretisht në myslimshir synonte Edi Ramën? Synonte Edi Ramën dhe njerëzit e Edi Ramës? Po patjetër më. Aty është motra e Ballës. E përgënjeshtroi Taulant Balla, domethënë, duke thënë që janë lajme të pavërteta. Atë që është i lidhur me bandat. Ka përgënjeshtruar atë që me vendim gjykate i grisën ato bisedat telefonike me bandat. E ka mohuar edhe, po kush ka qenë nga këta hajdutu që e pranon? Atje edhe në burg po çkosh gjithë janë pafajshëm. Edhe pse janë dënuar me vendim pa gjykate janë pafajshëm. Kush është ai që pranon faj? Dhe të gjithë fiet shkojnë nga Rama. Po mos harroni, ju thash më duket edhe radhësin. Gjermani ka hap dosjen e call centerave që janë vjedhur atje. Dhe emri i Olsi Ramës është i parë. Këto janë të dukshme. Tash, deklaratat e ambasadores të ambasadës amerikane ishin skandaloze për një qeveri, për një kryeministër. Dhe ky do futet në listë
Pra, dhe unë atë që unë e shkojta dhe thash, i takon ambasadës, ta thotë kanë për vetë departamenti shtetit, kanë zirë emër. Ko është emër i Ramës me asë i vonë, këtë tjerë. Letë fshik pucët, apo i lykë pucët ushtarë, se s'ka që botin. Për që kjo është një mashtrim i madhë, por është mashtrim i fundit i Ramës, i cili kërkon të kapet dhe për t'i tregu, do me thonë spakut, apo t'i tre, dhe a i harron se aty më enë spaku shpo bëjjerë, dhe a i mu ta edhi këtë qash për të mullu pjesëligjet e tjera, për të mullu atë plerë të ngarat që bërë i di që tha do mbyll televizionin shtetëror të vëshëm. A e këto se qa skandali bërë e jepë, nuk ka fond botës që mbyll televizionin shtetëror. Këtë do ta mbyll dhe televizionin shtetëror. Dhe për të mbyll atë skandal të shi. Edhe i herë tjetër, që këtë ka bërë. Skandal pas skandal. Për të mullu një skandal, me një skandal më të madhë. Unë jo pa qëllim, besoj se kam qenë atë parë që e kam përtu shkrim, e kam deklaruar, e kam dekonspiru këto dhe skandal. Jo është mashtrim ndërkombëtar. Jo është mashtrim ndërkombëtar. Dhe mashtron në emër të Amerikës, në emër Donald Trump. Ky që e ka shat Trumpin, ky që e ka punë, nuk ka lënë llafe pa thonë. Ky falenderon, se ky këtë kam thënë. Ky këtu e shat, këtu e në pinë. Kjo është lëpirësi më i madh. Unë jo pa qëllim i kam vënë epitetin me nuk korridorës. Kjo është me nuk korridorës. Po, sepse e ka quajtur Trumpin në 2016 kur garonte për president si kërcënim për vetë botën në një intervistë që dha për CNN-in, por edhe në mediat shqiptare po ashtu. Po ama, por edhe atë që boli me Macron, që u tallë me Trumpin që e mori me shqipota. Bërë dhe këtë me Grekun të shi, gjoja, vetëm për të bërë për qëndër vëmëndës, gjoja narcisme, për qëndër vëmëndjes. Dhe kjo tashmë e bërë pikërisht për të marrë gjithë njerëzit, për të marrë me këtë. Ata patronazhistët e vetë hidhen në shumë me thonë, i ka sjellë Trumpi ftesë. Pra ne unë bërë atë shkrim, për të bërë një përgënjeshtrim. Rama nuk mund të tallet me inteligjencën e një popull. Në vërtet ky popull është shtypër, është në gjendje kome të themi, nuk ka bukë me hëmbër. Po budallas është. Në momentin që Rama ikën nga kryeministri, po them Shqipëria niset me fishek zjarr. Me fishek zjarr ka mërë të ndezë njerëzit, momentin që ikën Rama.